Përshëndetje të gjithëve, në videon e sotme, si e shikoni, do të gatuajmë dhe çfarë do të bëjmë? Sot ne do të bëjmë një kek dhe si e shikoni, për kekun do na duhen 2 vezë, sheqer, çokoladë, qumësh kemi këtu, vaj, kemi kakao, miell dhe këtu kemi pjekës dhe këtu kemi fryrës. Kështu që për këto që kemi këtu, do t'i vendosim të gjithë në këtë tasin që kam vendosur këtu dhe do të fillojmë që t'i përzijem të gjithë dhe pastaj do të shikojmë se si do dali keku dhe nëse juve ju pëlqen se si do dali, provoni edhe ju në shtëpi dhe shkruani në komente se si u doli. Tani pa humbur kohë do të nisim si fillim me 2 vezët. Do t'i thyem dhe do t'i vendosim te kjo ena që kemi këtu. Këtu kemi hedhur një vezë, tani do hedhim dhe të dytën. Dhe tani do të vazhdojmë që të përzijem. Tani pasi vezët janë përzier, do të hedhim sheqerin. Dhe pas sheqerit do të hedhim këtë që është për fryrës. Dhe do fillojmë që t'i përzijem. Tani do të hedhim vaj. Dhe pasi hodhëm vaj, do të hedhim dhe qumshtin. Dhe vazhdojmë të përzijmë. Tani do shtojmë dhe miellin. Shtojmë 6 lugë si fillim dhe pastaj përzijem. Tani pasi kemi shtuar 6 lugë dhe kemi përzier, shtojmë edhe 4 të tjera. Dhe vazhdojmë ta përzijem përsëri. Dhe pasi të kemi mbaruar dhe me miellin, do të shikoni që do jetë në këtë formë që të vi brumi, do mos jetë as shumë i fortë, por që mos jetë as shumë i butë. Dhe pasi shikojmë që brumi është bërë në këtë formë, do të hedhim kakaon bashkë me fryrësin. Dhe pasi të shikojmë që si që shikoni, pasi kemi hedhur dhe miellin, brumi duhet vi në këtë formë, që do mos jetë as shumë i trash, por as shumë i hollë. Dhe pasi ta kemi sill brumin në këtë traj, duhet që të hedhim kakaon së bashku me pjeksin. Dhe për kakao na nevojitet kjo sasi. Dhe do hapim dhe këtë që është pjeksi. Dhe pastaj fillojmë që t'i përzijem. Dhe është mirë që ta përzijem edhe me këtë lugën në këtë formë, sepse ajo nuk krynte shumë mirë përçesë siç duhet. Dhe pasi do ta përzijm mirë. Dhe ja ku është edhe brumi me kakaon dhe tani në fund fare do të hedhim çokoladën. Ju mund të përdorni edhe çokoladë të zezë, por unë kam përdorur çokoladë kafë që është vetëm me qumësh dhe tani do hedhim çokoladën.
dhe do ta përsien. Tani për kekun do të përdor këtë tepsinë e xhamit dhe do ta hedh këtu. Kjo është dhe shtresa që doli, që vendosëm të gjithë brumin në tepsinë e xhamit. Dhe tani do t'i shtojmë dhe pak çokoladë sipër. Dhe tani është gati që ta fusim në pjekje. Shikoni pak se si po del keku deri tani. Dhe ka 10 minuta që kam vendosur në furrë dhe duket fantastik. Do e lidh akoma dhe pak sepse është akoma dhe pak i butë dhe do t'ja tregoj pastaj në fund fare rezultatet. Okej, ky është dhe keku dhe ka dalë super shumë i mirë. Shikoni dhe se si duket. Dhe tani do ta pres dhe do ta provoj që ta tregoj edhe juve. Dhe tani do ta presim që ta provojmë se si ka dalë. Tani erdhi momenti që ta provojmë. Ja, ta provojmë. Më besoni që ka dalë super e mirë dhe është 10 nga 10. Tani do vazhdoj të haj të gjithë të kekun që ka mbetur këtu. Sepse jam edhe shumë e uritur. Por ka dalë super i mirë dhe ju sugjeroj dhe juve që ta provoni dhe të shkruani në komente nëse ju pëlqen apo jo. Shumë faleminderit që më ndoqët, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të komentoni se çfarë doni në videon e radhës. Paqmyrje!